Këngëtarja e njohur shqiptare Fatlume Popovci ka thyer heshtjen në një rrëfim emocionues dhe të sinqert në programin Prive by Libertas Pahiu, duke folur për herë të parë për divorcin. Ajo konfirmoi se i ka dhënë fund martesës së saj gati 20 vjeçare, një vendim që ka tronditur familjen dhe fansat e saj. Një vit e gjysmë ose 2 vitet e fundit, nuk është që ka qenë raporti si që kemi pasur. Unë vetëm e di që nuk jam fajtore. Jam munduar me çdo të mirë për të, djalin, familjen e tij, tha ajo. Por rrëfimi i Fatlumes zbulon më shumë se vetëm një ndarje. Ajo tregoi sakrificat dhe betejat e një martese të gjatë. Qysh prej fillimit të lidhjes nuk e kam pasur stabilitetin 100% me të. Nuk e kam pasur siguri në shumë aspekte. Për këtë arsye jam detyruar me qenë edhe burr, edhe grua. Dhe mes dhimbjes e sfidave, Fatlumja e ka gjetur paqen dhe forcën brenda vetes. Vendosa me heq dorun, sot jam më e qetë, më e lumtur, kam filluar të shoh jetën me një sy tjetër. Jeta është shumë e bukur, edhe ne jemi njerëz, ka thënë ajo. Një rrëfim i hapur dhe i guximshëm, ku Fatlumja tregon se familja e saj ishte kundër këtij vendimi dramatik. Një histori që tregon se edhe pas 20 vitesh, vendimet më të vështira shpesh janë ato që çojnë drejt lumturisë së vërtetë.